Testoni veten për të parë sa vërtet shqiptar jeni. Përgjigjuni pyetjeve për kulturën, traditat dhe karakteristikat shqiptare dhe shikoni rezultatin në fund. 1. Cila është pjata më e njohur e kuzhinës shqiptare? A. Tavë kosi. B. Byrek. C. Fërges. D. Flia. Dy. Pija tradicionale shqiptare është A. Rakia. B. Boza. C. Dhall. D. Uji i thjeshtë. Tre. Çfarë hahet zakonisht në mëngjes në Shqipëri? A. Petulla me mjaltë. B. Dredhëza me kos. C. Vejze me prosciutto. D. Buka e thatë me çaj. Katër. Cili është heroi kombëtar më i njohur shqiptar? A. Skënderbeu. B. Ismail Qemali. C. Naim Frashëri. D. Fan Noli. Pesë. Cili është simboli më i njohur i Shqipërisë? A. Kalori i Skënderbeut. B. Flamuri me Shqiponjë. C. Bunkeret. D. Plazhet e Jonit. Gjashtë. Në çfarë viti u pavarësua Shqipëria? A. 1443. B. 1912. C. 1924. D. 1991. Shtatë. Cili është vallja tradicionale shqiptare? A. Valle Tropojane. B. Valle Dibrane. C. Valle Shqiptare. D. Valle e Osman Taktës. Tet. Cili festival është më i njohur në Shqipëri? A. Festivali i këngës. B. Dita e verës. C. Karnavali i Durrësit. D. Dita e flamurit. Nënd. Cila është kënga më ikonike shqiptare? A. Kur më del në derë. B. Moj e bukur amore. C. Tirana, qyteti im. D. Shqiponja e lirë. Dhjetë. Cili është instrumenti muzikor autokton shqiptar? A. Tupani. B. Qiftelia. C. Defi. D. Lahuta. Njëmbëdhjetë. Si reagon një shqiptar kur i thua faleminderit? A. S'ka përse. B. Përnder. C. Mirë se erdhen. D. Pa problem. Dymbëdhjetë. Cila është fraza më e përdorur shqiptare? A. Hajde shpejt. B. Ç'kemi? C. Po vjen. D. S'ka lidhje.
Rezultatet 0 deri 4 pikë, jo shumë shqiptar. Duhet të mësosh më shumë. 5 deri 8 pikë, ke shpirt shqiptar, por mund të përmirësohesh. 9 deri 12 pikë, 100% shqiptar. E din çdo gjë për vendin tënd. Komento rezultatet tuaja dhe ndaje këtë video me të tjerët.